Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Quhem Linda, jam 45 vjeçe. Kam lindur dhe am rritur në një fshat pranë Peqinit dhe pothuajse gjithë jetën time e kam kaluar mes punëve të tokës, kafshëve dhe jetës së thjeshtë të fshatit. Ndoshta për shumë njerëz nga qyteti kjo jetë duket e lodhshme, por për mua ka qenë gjithmonë një pasuri në pjesën e qetësisë dhe një ngrohtësi që nuk e gjen dot në vende të tjera. Një nga gjërat që më ka pëlqyer gjithmonë janë tregjet e fshatrave. Ato nuk janë vetëm vende ku shitet dhe blihet diçka. Janë vende ku njerëzit takohen, bisedojnë, shkëmbejnë lajme dhe ndonjëherë edhe histori që mbahen mend gjatë. Një nga tregjet më të njohura në zonën tonë është tregu i Pajovës. Çdo javë aty mblidhen njerëz nga shumë fshatra përreth. Disa sjellin prodhimet e tyre për t'i shitur, disa vijnë për të bërë pazar, ndërsa të tjerë thjesht për të takuar njerëz dhe për të kaluar pak kohë mes asaj gjallërie që krijohet. Atë ditë ishte një mëngjes pranvere. U zgjova shumë herët para se dielli të ngrihej plotësisht. Ajri ishte ende i freskët dhe në obor dëgjoheshin vetëm zërat e pulave dhe gjelit që këndonte. Kisha disa ditë që po mendoja të blija një kec të vogël për oborin ton. Djali im kishte kohë që më thoshte se donte të rrisnim një tjetër kafshë dhe mendova se ishte momenti i duhur. Mora një shport të vogël, vesha një shall të hollë dhe u nisa drejt Pajovës. Rruga për në treg kalon mes fushave dhe pembe. Kur arrita, tregu ishte tashmë plot me njerëz. Dëgjoheshin zëra nga të gjitha anët. Disa thërisnin për të shitur perimet e tyre, të tjerë po diskutonin çmimet e djathit, ndërsa në një cep disa burra po bisedonin me zë të lartë për motin dhe për të mbjellat e këtij viti. Era e kashtës dhe e kafshëve përzihej me aromën e bukës së sapo pjekur që një grua po shiste pranë hyrjes së tregut. Fillova të hec ngadalë mes rreshtave ku ishin lidhur keca dhe qingja. Disa ishin shumë të vegjël, disa pak më të rritur. Çmimet ndryshonin dhe unë po përpiqesha të gjeja diçka që ishte e mirë dhe me një çmim të arsyeshëm. Në një moment pash dy keca të vegjël shumë të bukur. Ishin të bardhë me disa njolla kaf dhe dukeshin shumë të gjallë. Pranë tyre ishte një burr rreth të 50-tave me fytyrë të nxirr nga dielli dhe me duar që tregonin qartë se kishte punuar gjithë jetën në tokë. U afrova dhe e përshëndeta. Ai më përshëndeti me një buzëqeshje të thjeshtë dhe më tha se kecat i kishte rritur vetë. Filloi të më tregonte se çfarë ushqimi u kishte dhënë dhe sa mirë ishin rritur gjatë dimrit. E pyeta për çmimin. Ai më dha një shifër që më duke lartë. Si çdo njeri që shkon në treg, fillova të bëj pazar. Pak shtrenjtë po ma jep. Ai u përgjigj, janë keca të mirë më i zonj, nuk janë si të tjerët. Ne filluam të bëjmë atë bisedën tipike të tregut. Ai ulte pak çmimin, unë përpiqesha ta ulja edhe më shumë. Ndërkohë njerëzit përreth kalonin, disa ndaleshin për të parë kafshët dhe vazhdonin rrugën e tyre. Pas disa minutash bisedë, burri qeshi dhe më tha: "Dukesh njeri i mirë, hajde dhe gjejmë një të mesme." Ai e uli çmimin më shumë nga sa unë prisja. Ishte një marrëveshje e mirë për mua dhe pranova. Ai mori një litar të vogël dhe e lidhi kecin që zgjodha. Keci ishte shumë i gjallë dhe po përpiqej të hidhej her pas here. Ndërsa po përgatitesha të largohesha, burri më pyeti nga cili fshat isha. Filloi një bisedë thjesht si ato që ndodhin në tregje. Folëm për tokën, për kafshët, për mënyrën si kishte ndryshuar jeta në fshat gjatë viteve. Ai më tregoi se kishte ardhur në treg që në agim dhe kishte bërë një rrugë të gjatë për të sjellë kafshët. Para se të largohesha, ai më tha me një buzëqeshje: "Herën tjetër kur të vish në treg, ndalu prap. Gjithmonë ka diçka të mirë për të gjetur këtu." Unë buzëqesha dhe i thash se ndoshta do të vija përsëri. U largova nga tregu duke mbajtur litarin e kecit dhe duke ecur ngadalë drejt rrugës që të çon për në fshat. Ndërsa ecja, dëgjoja ende zhurmën e tregut pas meje. Zërat e njerëzve, kafshët që bërtisnin dhe atë gjallërinë që vetëm tregjet e fshatrave e kanë.
Kur arrita në shtëpi, djali im u gëzua shumë kur pa Kecin e vogël. Ai filloi menjëherë t'i sillte bar dhe të luante me të në obor. Unë mendova me vete se ndonjëherë gjërat më të thjeshta, një mëngjes në treg, një bisedë me një të panjohur, një marrëveshje e bërë me buzëqeshje, janë pikërisht ato që e bëjnë jetën në fshat kaq të bukur. Edhe sot, sa herë kaloj në Pajovë dhe shoh tregun plot me njerëz, më kujtohet ajo ditë dhe ai Kec i vogël që solla në shtëpi. Tregjet nuk janë vetëm vende për të blerë diçka, janë vende ku kujtohen dhe krijojnë kujtime që mbahen mend gjatë në mendje.